Nëse hin me një rrugë një kahëshe edhe të zanë policia edhe ju thu nuk e kom dit, a të denojnë apo të falin? Ti thu vallahi nuk e kom dit. A të denojnë apo të falin? Denojnë, po shkak se mosdia nuk është arsyetim të njerëzit. Pse po them të njerëzit? Mosdia në din, në fe, është arsyetim para Rabbul Alamin. Do me thënë, besoj që neve, njerëzve, aje që ka mas shumë të nga pështon para Allahut Azza wa Jall është që na nuk e kena dit. Se kena dit. Nuk e kena dit sa rrezik është, nuk e kena dit sa shtir është, nuk e kena njoft haramin që shdohet, nuk na ka kallzu kur kush për haramin, i na sharrun haram për shkak se kur kush s'ka fol qartë edhe ashtu që duhet me fol për haramin, do me thënë, pështojna për shkak se nuk e dina. E ky arsyetim para Rabbul Alamin të vlen, nuk e ke dit. E Allahu e dina e ke dit apo se ke dit. Mirë po në qoftë se për një me nuk e ke dit, atër është arsyetim prej arsyetimeve të mëdhaja para Allahut Azza wa Jall. Në salah ke gabue se ke dit, të falet. Pranohet salah, e ke dit, nuk pranohet salah ashtu, për shkak se e ke dit. Ke bo këta, e ke dit. Ke bo kështu, nuk e ke dit, të falet, për shkak se ke dit. E ke dit, denohesh. Do me thënë, mosdia është një prej arsyeve të mëdhaja para Rabbul Alamin subhane. Pra, elhamdulillah.